Grabitja dhe përdhunimi i grave të moshuara prej kohësh janë kthyer në një makt për banorët e fshatit të Nart, vetëm 5 kilometra larg qytetit të Vlorës. Sipas tyre, prej kohësh gratë e moshuara të fshatit që jetojnë vetëm pasi fëmijët i kanë në emigrim, kanë rënë prej sulmeve seksuale nga persona të pa-identifikuar. Banorët e irrituar nga kjo situatë pa dëgjuar më parë në këtë krahin, dhe që sipas tyre ka njollosur emrin e tyre, janë tubuar në sheshin kryesor të fshatit dhe kërkojnë nga ana e strukturave të rendit të marrin masa urgjente për gjetjen e autorëve. Unë jam një vajzë ose një grua që më erdhën në shtëpi më dhram burë e grua. Nuk e erdhën për të më vjedhur. Ndryshon rasti, po të vjen të përdhunojmë nëna tona, motra tona, fshati jonë nuk e duron më këtë. Sot i ndodhi në nëstime, nesër do më ndodh mua. Edhe unë do bëjem plak pas nesër. Fuqin e kam tani. Po pas nesër nuk e kam fuqin një grua të 10 vjeçare, ti shkoj një zotri. E të ambys të shkyej. Një qënë birqëni, një qënë birqëni, më falni, një qënë birqëni, a i nuk është njëri. Burrat e fshatit i bëjnë apel shtetit të ndalojnë të gjithë meshkujt e këtij fshati dhe të dyshuarve që t'i bëjnë analizat e ADN-s, ndërsa sipas tyre varja militare në mes të fshatit është i vetmi dënim për autorin e këtij skandali. Ne si pleksi, si popull, si komunitet, kemi vendosur të tërë të na vinë ekspertizat këtu të na marrin gjakun këtu të kisha. Të tërve si fshat. Jo 1, 2 dhe 5 veta. Se ne si fshat nuk e durojmë dot përdhunimin. Është përdhunimi gjithë fshatit. Kur dhunojnë plakat nëna tona, s'ka gjë më të keqe. Se djemë tanë janë të gjithë në mërgim, ose u kanë vdekur plejt. Më te për shtëpit janë bosh me plakat, si do bëhet? Është futur të merë këtu. Ndërsa zëdhënësi i policisë së Vlorës në një prononcim për televizionin Ani Report thekson se nuk ka pasur denoncime masive. Ai sqaron se para disa muajsh është arrestuar një person për përdhunimin e një 63 vjeçareje, por theksoi se analizat e ADN-s treguan se ai nuk ishte fajtori.